Duhet progres real që bazohet në ide dhe elita të cilat krijojnë mundësinë një rilindje kombëtare. Ky është qëllimi i bordit të intelektualëve të rinj lezhjan, që synojnë transformimin e rajonit të Lezhës dhe përshpejtimin e zhvillimit të tij. Plani i veprimit të këtij grupimi, ku janë përfshirë të rinj të mirë arsimuar dhe që duan të kontribuojnë për zonën e tyre, është prezantuar në një takim me bashkëpunëtarët e tyre dhe përfaqësues të politikës nga kreu i këtij bordi Altin Jaku. Sipas tij është e nevojshme një bashkim i mendimeve, forcave dhe ideve për një transformim real të rajonit të Lezhës, pasi ekzistojnë mundësi që burojnë nga natyra, historia dhe kultura e këtyre trevave. Bordi intelektualëve të rinj ka një mision: energji pozitive për ide dhe elita për një rilindje kombëtare. Është një mision modern për progres real, konkret dhe eficient. Ne synojmë që të transformojmë zonën ku jetojmë, pikërisht qarkun tonë, në një entitet zhvillimesh, dinamike, bashkëore, në përshtatje me hapat e vrullshëm të zhvillimeve ekonomike rajonale. E pranishme në prezantimin e misionit të intelektualëve të rinj lezhjan ka qenë edhe deputetja e Partisë Socialiste Zonja Mimi Kolleli, e cila ka vlerësuar këtë angazhim të rinjve lezhjan për të qenë pjesë një ndryshimi të madh që kërkon ky qytet në veçanti, por e gjithë Shqipëria në përgjithësi. Kolleli ka shtuar se impresioni që vjen nga ky takim është mjaft i madh, pasi sipas saj shtohen premisat për një rilindje tek të rinjt dhe nevojës për ndryshime thelbësore, të cilat nuk mund të gjejnë hapësirë në drejtimin e qeverisë së sotme. Është hera e parë që flas në një auditor që ka dhe s'ka të bëjë me drejt për drejt me politikën, që ka dhe s'ka të bëjë drejt për drejt me student, të qenit student, që ka dhe s'ka të bëjë drejt për drejt me ato punë me cilat unë jam marrë ngushtësisht. Sepse në momentin kur Shqipërinë e kanë marrë në dorë të pazotët, ignorantët, të pamerituarit, të pabesnikët, të paditurit, në shumicën e rasteve, ne nuk kemi asnjë shpresë që të kemi të ardhmen. Ndaj është absolutisht impresionuese për mua fakti i organizimit të një strukture të tillë e cila mendon seriozisht se Lezhë mund të bëhet, se Shqipëria mund të bëhet. Dhe unë e besoj thellësisht këtë gjë. I iniciuar si një bashkim vullnetar që do të mbrojë interesat e të rinjve në Lezhë, bordi intelektualëve në këtë qytet ka shprehur mbështetjen e tij për tematën shqiptare e në veçanti për Partinë Socialiste. Kjo sipas tyre referuar nevojës për një mirëqeverisje dhe rikthim të shpresës tek lezhjanët dhe çdo shqiptar.